A e din çfarë i bën vape trupit tënd? Sepse nuk është thjesht një ovull siç thënë njerëzit, por le të filloj me mushkrit. Kur e thith një vape, merr brenda një rrjet të mbushur me nikotinë, kimikate, madje edhe metale të rënda. Ato grimca shkojnë direkt në mushkri dhe fillojnë të irritojnë indet e brendshme. Me kalimin e kohës, kjo mund të shkaktojë koll, vështirësinë e frymëmarrje dhe në disa raste dëmtime afatgjate të mushkrive. Dhe po, sëmundja që quhet mushkritë e kokoshkave është e vërtetë. Por le të shohim zemrën. Edhe ajo goditet nga vapingu. Nikotina e bën që zemra të rronë më shpejt dhe të rrisë presionin e gjakut. Me kalimin e kohës, kjo vendos një stres serioz mbi zemrën, duke rritur rrezikun për sulm në zemër edhe në moshë të re. As truri nuk është i mbrojtur, sidomos nëse je në moshën 25 vjeç. Truri është ende në zhvillim dhe nikotina mund të dëmtojë kujtesën, përqendrimin dhe gjendjen shpirtërore. Mund të ndihesh i shqetësuar, më nervoz dhe më i varur se sa e kupton. Vape gjithashtu mund të prish gjumin, hormonet, zorët dhe madje edhe lëkurën. E ke parë ndonjëherë buzë të thata dhe me shumë akne? Nuk është rastësi, shkaktari mund të jetë vapingu dhe ja ku vjen me e keqja. Sa më shumë që pin vape, aq më shumë trupi ndërton intolerancë. Kjo do të thotë se do të duhet më shumë për të ndjerë të njëjtin efekt dhe kështu vjen varësia, pa e kuptuar fare.